Këshilli i lartë i drejtësisë i kërkon ministrit të drejtësisë Nasip Naço dhe të gjithë aktorëve të tjerë që të mos i bëjnë shantazh gjyqtarëve, por të fokusohen në zgjidhjen e problemeve që ndikojnë në reformimin e sistemit të drejtësisë në mirë funksionimin e gjykatave. Në një deklaratë përshtyp, Këshilli i lartë i drejtësisë thekson se vullneti ka qenë dhe është i palëkundur për të proceduar gjyqtarët që abuzojnë me sistemin dhe është ende në pritje që ministri të sjellë në Këshill propozimet për procedimet disiplinore, të cilat janë konstatuar me shkelje pas kontrolleve të ushtruara nga Inspektoriati i KLD-s. Gjejmë me vend të informojmë opinionin publik se Këshilli i lartë i drejtësisë i vlerëson me shumë seriozitet procedimet disiplinore ndaj gjyqtarëve, procedime të cilat në fakt kanë qenë vetëm iniciative e Inspektoriatit pranë KLD-s, për të dërguar më pas nga zëvendës kryetari i KLD-s në drejtim të ministrit të drejtësisë. Vetëm në vitin 2013, ministrit të drejtësisë janë dërguar 24 relacione për procedime disiplinore për 16 gjyqtarë dhe vetëm në vitin 2014 janë dërguar 14 relacione për të iniciuar procedime disiplinore për 10 gjyqtarë. Ministri i drejtësisë është i vetmi organ i cili ka me ligj të drejtën ekskluzive të iniciojë procedimin disiplinor për gjyqtarët. Sqarojmë se Këshilli i lartë i drejtësisë është në unison të plot me rekomandimet e partnerëve ndërkombëtar, të cilët sugjerojnë se ka ardhur koha që ky ekskluzivitet të mos i lihet ministrit të drejtësisë. Ministri i drejtësisë Nasip Naço deklaroi sot si fakt të pamohueshëm vuajtjen e sistemit të drejtësisë nga zvarritja e proceseve, duke paralajmëruar se çdo të zgjatje do të jetë objekt verifikimi dhe kontrolli.